hap fushatën Partia Demokratike ndërsa nesër Partia Socialiste. Deri tani, kush mendoni ju se po lobon më mirë për të marrë votat? Ata të lobuar e kanë, të gjithë të dyja bashkë kanë qenë deri tani dhe e kanë ndarë, derisa nuk lënë forcat e reja politike që të futen me potencial elektoral brenda, këta e kanë të zgjidhur atë punë. Me njëri tjetrin i kanë bërë të gjitha. Shkuan në mëngjesin e lutjeve, Blendi Çuçi edhe Gazbardi. Në Amerikë, jo këtë vit, po vitin përpara. I bën të gjitha marrëveshjet atje dhe erdhën këtej në fillim. Si fillimi marrëveshjes, bën sigurisht kundërshtar, do bëhet mosbindje civile, thoshte ky Berisha me të tjerë, do bëhet revolucion, do të bëhen të gjitha, thojë se do bëhet nami. Kërcenonte dhe mori fillimisht bën amnistin fiskale me 110 vota. Pastaj bën edhe ndryshimin e kodit zgjedhor me 106 vota, me 100 sa vota prapë së bashku të dy bën edhe ndryshimet për diasporën. Atëherë këta bashkë janë, këta çështja është se kush e organizon më bukur, thoni ju. Kush organizon më bukur, është më sistemuar nga brenda Partia Socialiste ka qenë. Tani pas futjes në burg të atij Veliu që mirë ja bën që futën, tani edhe ajo ka problemet e veta. Kurse këta të demokratët, këta gjithmonë kanë qenë të çorganizuar. Është lloj struktura partijake këtyre që kanë një çorganizim të organizuar, përhershëm. Asnjëherë nuk kanë ardhur këta me një strategji, kanë ardhur si murran, jo si frym, po si erë e madhe, si stuhi. Hajde kanë marrë, asnjëherë s'kanë fituar realisht, mirë po tani nuk e dim. Shikoni se ç'bën, se çka shikojmë. Të qendrat e votimit ku ka patur ndikim të madh Veliaj dhe Alben Ahmetaj, po të shkoni tani, janë për faqet e zezë. Letrat bardha, letrat zeza, ku vitet e shkuara kanë qenë zizë. Pra, edhe të ata që janë kundërshtarët e Ramës brenda, ata që kanë qenë me Veliaj dhe me Alben Ahmetaj janë me, mos mendoni se janë me Ramën. Kundër janë dhe ata, sa ata kanë menduar që zona që asnjë neve. Ky i la, dhe mirë, për ata ja bëri mirë që e la. Aja bëri mirë atje, po mua ajo që më dhem mua, me dhem ai që kom thënë atë Krishnik Osmanin, që kërkon nga njëra anë firmën për dalë si veçantë, unë nuk e dije që kishte qenë dikur në mbështetjes së Ramës, nga ata kameleonët politik, me dhemin dhe disa figura të tjera, shikoni ju Ipsen Elezi. Ipsen Elezi tani është në koalicionet e së gjasës, po është jashtë Partisë Demokratike. Familje përsekutuar, i rritur në lushnjë atje, gjeninë e matematikë, jaftën e retorikë, të gjitha, kur vje puna e kanë spostuar. E përke e kanë spostuar Ipsen Elezi, thoni ju, për Flamurnoka. Ne imaginoni ku ka arritur puna. Kush është Ipsen Elezi, kush është Flamurnoka, që s'din të lidh dy fjalë, me të folur, lere për të shkruar, që s'din të bëj asnjë në dy fjalë bën 3 gabime, mos më shumë. Ai Flamurnoka. Janë këta që i kanë nxjerrë vetë Berisha, i kanë nxjerrë për interesin e familjes së tij. Rama nga ana tjetër, neve në ka bërë një ndërë, që unë nuk mund të idej pa i thënë asgjë. S'kam lënë gjë pa i thënë, dhe ta them edhe në kamerën tuaj. Edi Rama është një del e zezë, dhe Saliu është një del e zezë, por Rama me çështjen Beleri ka një pikë të bardhë, dhe është pikërisht kjo pikë e bardhë që na e bën shoqërinë shqiptare të mendohet mirë kur ti thot jo Edi Ramës kësaj here. Sepse kur e shikon në anën tjetër Fredi Belerin, se me çfarë force e mbron Saliu, jo vetëm këtu, jo vetëm në Athinë, po edhe atje në Bruksel, që ju thot të gjithë këtyre aleatëve, se këta janë aleatë të Saliu, këta janë qenë të rahur, aja shtrit patozi mirë, pa të thanë, këta janë më të vërtet qenë të rahur. Ju thot, ju po do një bën një aleancë me mua, po e dini vetë, por unë Beleri nuk e leje. Pra të ketë arritur ajo punë, sa që një kriminali tillë si Beleri, që ka vrarë njerëz, që është kapur marrë mbajtje pa leje, në burg ka bërë në Greqi, që ka bërë të 99 zezat me nxitje të urrëties etnike dhe me djegje të flamurit shqiptare, të simboleve shqiptare, që ka shkapur si hajdut votash dhe ka bërë dhe burg për atë punë. Kjo hajdut dhe kur vje puna ta mbash me kaq fanatizëm Belerit, e prandaj kjo është një fushatë të diskredituar për opozitën. Megjithatë, Saliu është duke zgjedhur që të bëj karshillekun e fundit. Uroj që të jetë fundi i tij e të mbarojmë punën me të. Dhe e fundit për ta mbyllur, se dua të vë kapak me atë mënyrën time sa mundem. Edi Rama, unë do doja që Edi Rama ta merrte fitoren. Unë duhet të jemi drejt për drejt. E dini pse? Dhe do doja që Sali Berisha ta humbiste atë, mos ma humbnis, mos ma shkurtoni këtë, se kjo për mua është thelbësore, se duhet sqarohem me njerëzit.
Në qoftë se Edi Rama e merr kësaj here pushtetin, nuk e mban dot atë pushtet me 4 vjet të tjera mbi kokë. Se shumë peshë rënd. Dhe në qoftë se e humbet kësaj here, zgjedhje Sali Berisha, nuk ka burr që e mban me Partinë Demokratike nën këmbë. Ai e ka vënë nën këmbë deri tani. Po në qoftë se i humb zgjedhjet ai, nuk e mban dot, do dalin ata, do kërkojnë diçka tjetër. Do e vendosin atë familje mafioze dhe do dalë diçka, gjithë ata djemë të ri si Shtashi Pseni, në sa i Pseni të tjerë ka pat Partia Demokratike dhe i kanë bërë me njanë, ju kanë ndjekur karrierën dhe jetën. Pra, po ju them edhe një herë, kjo klasë ka për tren, mënyra është mos e këte skeme kanë bërë të tjerë, më merr mendje mua, s'ma kanë lënë mua për ta bërë, po unë po shpjegoj, mos po flas për ambasadat tani dhe për ndërkombëtare. Dhe një herë, mbi kokën e Edi Ramës, një pushtet i tillë, kaq i madh, pa opozit, nuk mund ta mbajë më për 4 vjet të tjera, se është dobësuar shumë. Ai tjetri, Berisha është dobësuar kaq shumë sa që s'është më e aftë ta mbajnë nën këmbë Partinë Demokratike në qoftë se humbet. Kaq. Shkojmë në zgjedhjet parakohshme në legjislaturën tjetër, edhe në arrestimet e bujshme. Do shikojmë çuditëra si thonë këta. Uroj të jemi mirë, të shikojmë dhe të gëzojmë, se mjaft jemi hidhëruar, të paktën të shohim dhe këta ta ulin kokën një herë me njëri, të gjithë të mira.